I lidhur me shirit ngjitës në një shtyllë në sheshin e Shkupit, një person nga Koçani qëndroi aty për më shumë se 1 orë për të tërhequr vëmendjen e institucioneve dhe qytetarëve. Zašto si tu ka? Ne impostuvajte svega pitanje. Čekam da se soberë cit. Pasi erdhen edhe gazetare tjerë, u liruan nga shtylla dhe bëri thirrje ndaj institucioneve që të ndërgjegjësohen dhe të ndihmojnë të rinj që u lënduan në tragjedinë e Koçanit. Obraćam se do golemit U drejtohem njerëzve të mëdhenj të këtij vendi. Çfarë tjetër duhet të na ndodh neve në Koçan që ata të kuptojnë se ky qytet ekziston? A kaq shpejt na harruan? Ditën tjetër mbërritën fëmijë që nuk kishin gishta në duar. Ata fëmijë nuk do të kenë duar për gjithë jetën e tyre. Pra nëse asgjë tjetër, le t'i ndihmojmë ata. Na harruat aq shpejt neve të Koçanit. Pse ai qytet nuk ka qenë kurrë i rëndësishëm në këto 30 vite? Le të jetë ky një shembull, le të bëjmë diçka për atë qytet. Në vend se të hapen diskoteka ilegale, le të bëjnë në Koçan diçka që të kenë përse të jetojnë ata njerëz atje. Qendër kulturore, apo qendër sportive, apo kinema të qytetit. Pasi dërgoi porosin, shtoi se edhe vetë ai ka ndihmuar në shpëtimin e personave në ngjarjen e Koçanit dhe se 5 shokët e tij humbën jetën nga zjarri në diskotekën Puls.